njeriu e tepron me gjinafe, e tepron me zullume, kur e shikon që është i pavarur. Çfarë thot i pavarur? I ke gjëra në terzi, ka kalu një periudhë kohë çdo gjë të shkon mbar. Edhe ti i dite kur të vjen shejtani mallkum, një gjë thu. Ç'duhet Zoti mu? Zot na fal, jo për besimtarin dhe besimtarin e mirë, po njerëzit që mashtrohen, çfarë thotë? Ç'lidhje ka Zoti mo me jetën time, unë çdo gjë e kam mbar. Unë ja dal vet. Dhe harron që më çast pusho zemra s'ja del as vet, po bëhesh për rahmet e për gjinaf. Kella, me të vërtetë thot, innal insana la yadgha. Njeriu do bëj shkatrime në tokë kur e shef veten që i ka gjithë gjëra në terezi. Tani, këtu ka edhe një urtësi tjetër. Qa janë sprovat në islam? Sprovat në islam, kur të vjen një sprov në jetë, të lëkundin dhe të trëndisin nga kjo që ne po flasim. Se më qofë se çdo gjë po të shkon mirë, hutohesh, dhe ke kohë shumë me bëj gjinafe, përveç atyre që janë musliman dhe muslimane me nivel. Ato është tjetër gjë, sepse ato gjithë botën, ka qenë profeti Sulejmani, ka pas gjithë botën dhe ishte besimtar dhe pejgamber shumë i devotshëm. Ne po flasim për njerëzit cilët nuk kanë ndërtim. Pra nga herë, Zoti jep disa sprova për të ta trondit pak atë qetësinë që të ka zënë dhe hutimin, që ti të tronditesh, pra është tërmet, jo tërmet i tokës, po tërmet i jetës tënde individuale. Dhe njeriu fillon dhe reflekton, edhe kthehet ke i madhi Zot. Nëse për një kohë të saktuar, njeriu është duke u lënë i qetë, s'ke as lloj gjëje dhe të ka kapa e monotonia dhe thosh çdo gjë e kam rregull. Dhe nëse bësh nga këto që ne do t'rregojmë se ka dhe emër të përveçshëm ky ajet, atëherë njeriu e tepron tokë dhe bën gjinafe. Çfarë ndodh? Ndodh që ne gjithë jemi udhëtar në këtë botë. Dhe ti nga që jeta të erdhi në mënyrë tillë që se kujtove Zotin, zbore vepra të mira, po çdo gjë e kishe shumë mirë dhe boje shumë gjinafe, ajeti që vjen thot inna ila rabbika ruj'a. Tha, e në tepron njeriu kur e sheh veten të pavarur që i ka gjëra të gjitha mirë, por thot mos harroni ditë do ktheheni ke Zoti juaj. Dhe në kohën që ti apo unë apo kushdo nga ne ka bërë shumë gjinafe, por nga që i ka pas gjëra shumë mirë, ka harruar Zotin e gjithësisë dhe nuk ka bërë veprat e mira që i kërkon ai, inna ila rabbika ruj'a do thot, po i ditë do kthehesh kur të vdesësh ke Zoti, po s'ke municion me vete dhe s'ke përgatitje dhe s'ke vepra të mira, edhe dënohesh. Hasha lillah. Nga herë kur të vinë gjërat e kësaj bote njëra pas tjetrës të mira, dhe nuk e ke besu të madhin Zot ose je hutuar, nga që i ke gjëra dhe s'don të lëkundesh fare në to, bëhesh dhe armiku fesë.